Avokat, në fakt ju folët pak për Hashim Thaçin, por Kosova nuk është se është në, po themi, aty ku duhet, pasi ka gati 2-3 vjet që është pa qeveri. Është pikërisht ai Hashim Thaçi që e shkakton të gjitha të krizë dhe janë spionët e tij në Kosovë që shkaktojnë atë krizë. Avokat, Hashim Thaçi është në burg, si mundet një njeri që është në burg? Hashim Thaçi zotëri dhe tjetë të burg është akoma kryetari i PDK-s Kosovë, i Partisë Demokratike të Kosovës. Po pse Albin Kurti mos ja presidentin opozitës? Po pse do t'ja apo presidentin opozitës kur ka shumë të veçës, po të kuptoj. Po pse ti akuzon Ramën këtu që ka marrë gjitha pushtetet, ndërkohë që në Kosovë thua Albin Kurti le ti marrë gjitha pushtetet? Unë nuk kam thënë ti marrë gjitha pushtetet. Po nëse merr presidentin? Po ku t'ja jap? T'u jap spionëve të Beogradit, t'u jap presidentin, më thuaj. Një mund të propozoj të ndërtoj një lloj procesi që kriteret e presidentit pa emra të jenë ato kritere që mos jetë spion. S'është e thënë që Po Albin Kurti me kushtetutën e Thaçit po punon zotërisht. Punon me kushtetutën të tija. Pra, është pikërisht ajo vepra e Hashim Thaçit, e tradhtia e Hashim Thaçit për popullin e Kosovës, që po shkon Kosova aty ku po shkon. Megjithatë, Albin Kurti zbur shteti dhe do ta zgjidh çështjen, unë kam bindje absolute. Sepse 100 herë të bëjnë zgjedhje në Kosovë, 100 herë fiton Albin Kurti. Atëherë dhe të përcasin Hashim Thaçi dhe Hashim Thaçërit. Avokat, është mirë që të bëjnë 100 herë zgjedhje për popullin e Kosovës? Është mirë apo s'është mirë, pushteti nuk dorëzohet tek spionët, te antikombëtarët. Ja kjo është. Mos shikon Shqipëri ti, që kemi të dy palët antikombëtarë, si Saliu dhe këtë. Jo, atë Albin Kurti zbur shteti dhe i ka vënë gjëra në përmendje. Këtë besim kam unë dhe këtë konstatim kam bërë deri më sot. Nuk e dim si mund vej puna nëse pasetën. Po deri tani kjo situatë është. A ka ndikuar raporti që ka Rama me Hashim Thaçin që të mos ketë raport Rama me Albin Kurtin? 100%. A nuk e keni parë Edi Rama që shkon takon Vučićin, përqafon Vučićin dhe i kthen krahët Albin Kurtit, gjuha e trupit i thot të tëra zotëri, se jeni gazetar me eksperiencë tashmë. Edi Rama është antikombëtar, më është hebresht, është i urren shqiptarët, më zotëri, i urren. Ore ka urrëtie patologjike për shqiptarët ky njeri, ky pisi. Zoti Islami ka pasur një takim të zotit Rama me Hashim Thaçin në Hagë, ku ky takim vjen vetëm pak javë nga vendimi që do të marrë gjykata e Hagës lidhur me ish komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Si e shikoni këtë takim? Ka vajtur kriminalit e kriminalit. Sa avokat a mund thuhet për një ish komandant të ushtrisë shqiptare që është kriminal? Para njerë ndalojmë që këtu, ndalojmë se keni dhe një atribut që nuk e ka. Ku që komandant të Hashim Thaçi? Ku luftoj, pa më thoni? Ka vajtur në ditë të luft? Pse gënjeni shqiptarë të u thoni që komandant? Hashim Thaçi të në vendin të tenjet të Elverogjës, këtu, në Tiranë. S'ka që në luft, zotëri. Hashim Thaçi që udhëheq drejtues politik që u emërua këtu në Tiranë, udhëheqës drejtues politik i UÇK-s. Se luftëtarët e vërtet në UÇK u vranë, ose ata që kanë shpëtuar janë, ata që shpëtuar nga lufta u vranë mbas lufte nga pa Hashim Thaçi. Dhe ai Hashim Thaçi bëri në Kosovë, mbas luftës, mbas 12 qershor, eksaktësisht atë krim, atë luftë civile që bëri Enver Hoxha në 43-44 me urdhër të Dušan Mugošit dhe ati Miladin Popovićit. Zotëri, ka vajtur kriminalit e kriminali, po them prap. Dhe i lutem zote që Hashim Thaçi për ato krimi që ka bërë mbas datës 12 qershor në Kosovë, kur të mos dalë nga Haga, në burgu, atë të kalbet. Të kalbet bashkë me ata generalët sërbë dhe me Draško, me atë si qonin atë të Serbisë, Sërbin, që kanë bërë krimet në Kosovë.
Atje bashkë janë, se atyre më ka shërbyer, edhe atje do rri. Prandaj ka Avokat, vajtur Edi Rama atje, ka vajtur që jap zemër që thotë që s'keti ke mua dhe i këtej, por në fakt ka vajtur spionit e spioni, antikombëtari te antikombëtari. Ishte është se më kujtoj gjërat një nga një misolle mirë bëre që misollën bisedë, sepse janë këta të dy që bën marrëveshjen për shkëmbim territoresh me atë Grenell që quajnë atë Blendi, se quajnë atë amerikanin, spionin tjetër që Putin amerikan, që donin të bënin të realizonin shkëmbim territoresh në Kosovë. Janë këta zotëri. Pra vetë spionit e spioni. Atë mbesin inshallah se me sa duket Edi Rama po vetë shikoj terrenin atje se mund të vej dhe vetë. Në qoftë se Amerika do na mbështesi. po çfarë mund të shkojë Rama në Hagë, avokat? Për çfarë mund shkojnë në Hagë? Pak ka për të shkuar në Hagë. Ku ka të drejtë ai Edi Rama të shes territori nga tokës shqiptare? Ku ka të drejtë? Ku e gjeti? Çfarë është për të tri? Me çfarë të drejtë? Më kush as pronar? Jo. Atëre si o jep që futve atë Sazanin, u jep Zvornecin, u jep Darzezën. Ku i gjeti këto ku i gjeti këto të drejta? Ore do vej ai. Unë shikoj rinin shqiptare, ata që janë me vërtet me zemër me çika kur thomi në labëri, ata ja kanë bërë be. Avokat, ka pasur një artikull të gazetës franceze ku ka deklaruar se tashmë është në krijim sipër shteti Bektashi. Shumë dakord. Është krijuar precedenti për coptimin e Shqipërisë. Dhe tani më dëgjoj me vëmendje të më dëgjoj gjithë shqiptarët. Shumë shpejt do kërkohet krijimi i shtetit ortodoks në Shqipëri, duke përfshirë Korç, Gjirokastër, Sarandë. Mbajini mend. 1. Unë tani kërkoj që të krijohet shteti Halveti. Siç është Bektashi, tjetë dhe Halveti, muslimanë janë dy palët, Teqe janë dy palët, Teqe Halveti është në qendër Tiranës pas Pallatit Kulturës. Pastaj, shteti musliman. Do krijohet dhe ai shteti i tyre. A e bëm me shtete edhe me principata, do ta bëjmë principata Shqipëri. Kjo është politika e çifutit Edi Rama dhe e çifutizimit, kantonizimit të Shqipërisë. Kjo është pikërisht këtu. Me këtë që po bën ai fëlliqësira që quhet Babamondi. Ai Palazzo Burr që më del edhe më krijon shtet më vete ai. Ai Mondi, ish oficeri Mondi. Kërkon të krijojë shtetin Bektashi, një enklav në brenda territorit të Shqipërisë. Kanë të drejtën e Zotit, jo drejtën e Zotit, po të drejtën e hebreut Edi Rama, që të ortodoksët të kenë shtetin e tyre, muslimanët shqiptarë të kenë shtetin e tyre, të kenë shtetin e tyre këta LGBT-qi-t, se janë ata një komunitet, të kenë shtetin e tyre lesbiket, se janë ato një komunitet, të mbrojtur nga Geta Bungo, që mbron dhe më dënon mua me 600.000 lekë kjo, pse mendojnë ndryshe dhe pse i urrej këta LGBT-qi-t. Pra të tërë këta të kenë shtetin e tyre. Do dalën pasaj, do kërkojnë sërbët e Shkodrës të kenë shtetin e tyre. Do dalën shulet e Maqedonisë të Pustesit, do kërkojnë shtetin e tyre. Kështu që objektivi i çifutëve ky është të coptohet Shqipëria, të shkatërrohet shteti unik shqiptar. Mos ketë më shtet shqiptar. Avokat, do t'ju pyes edhe pse ndoshta s'është fusha juaj, por megjithatë një mendim. Kohët e fundit ka pasur mjaft ngjarje të rënda të profilizuar në dy, po themi, kategori. Në vrasje, ka pasur ngjarje të rënda që ndodhin Ksami që u vra portugezi me thik nga një shqiptar dhe ka pasur mjaft aksidente të taksive të cilët, sidomos taksive elektrike, që kanë marrë para qytetarët. Çfarë po ndodh
në Shqipëri me gjithë këto vrasje dhe me këto aksidente? Këto që ka ndodhur dhe që do ndodhi dhe të tjera si këto, ju garantoj për të punë, ka një shkak, ka një arsye. Policia nuk është më policia e shtetit. Policia është policia partijake, është policia e partisë punës, është policia e Tiranës, personale. Dhe nuk i intereson fare se çfarë ndodh. Ajo polici ka për detyrë tani të ruaj Edi Ramën dhe grupin e tij kriminal dhe nuk i intereson fare se çfarë përbëhet në terren. Zotëri, në të gjithë botën policia ruan rendin. Dhe të thuash se si gjejnë dot, brenda 5 minutash zbulojnë çdo lloj krimi këtu. Dhe policia e shtetit i di. Mirë, po policit që janë lidhur duar dhe policit që kanë thënë, ka dhënë urdhër nga ai tualet balla që të merret, të mbrojë vetëm deputetët dhe qeverinë. Asnjë tjetër. Është polici e partisë punës. Nuk është më policia e shtetit. S'është më policia jonë. Ka qenë policia jonë deri para pak vjetësh. Tani është kthyer në një polici që u shërben interesave të oligarkisë politiko-financiare shqiptare. Shprehje konkrete, e gjallë, e kapshme, nga të gjitha shqisa, me zë me figurë, e tradhtisë së kësaj qeverie anti-shqiptare që ka kapur, ka uzurpuar sot pushtetin në Shqipëri. Sepse në moment, ai aktivitet duhet ndërprerë dhe duhet thënë, këtu zotëri është Shqipëri dhe në qoftë se ka ndonjë event kulturor apo shkencor, nuk e di unë çfarë mund të jetë, duhet se s'bën të ekzekutohet hymni shqiptar. Ndryshe ju s'keni vend këtu. Po kush ta bëj? Tradhtarët, ta bëjnë spionët, ta bëjnë qelbësirat, kush ta bëj? Më thoni kush ta bëj? Edhe më thoni pastaj pse flet me llafe të tilla, me që i rëndon e i bën. Po çfarë të them ti për këdhel? Po ka ofendim më të madh se sa të vinë shullet edhe të na ofendojnë dhe në vendin tonë aty në territorin shqiptar. Avokat, a ndodh shpesh që sinjale të tilla, pra incidente të tilla, të tregojnë një lloj prapaskene dhe një lloj, po themi, interesi dhe skenari nga pala maqedonëse ndaj Shqipërisë? Pala maqedonëse, pala greke, pala serbe, asnjëherë nuk do, edhe pala e Çepulistanit, asnjëherë nuk do pushojnë dhe nuk do reshtin pa na fyrë, pa na ofenduar, pa na përbuzur, pa na përdosur simbolet tona kombëtare, hymnin ton kombëtar dhe territorin e Republikës së Shqipërisë. Ne jemi të tradhtuar, zotëri, ta dinë qytetarët shqiptar, ne jemi të tradhtuar. Dhe jemi të tradhtuar nga kjo klasë politike që nuk i bën përshtypje fare, bile është pikërisht atë kërkon që neve të na zhduken simbolet kombëtare, që neve të mos e respektohemi si shtet dhe si popull, që neve të na konsiderojnë plaçk tregu. Pra, kjo është gjithçka në funksion të programit të tyre programit të tij antikombëtar të Edi Ramës, të mbështetur dhe të ndihmuar nga spionët që kanë në parlament. Avokat, çfarë duhet bëjnë shqiptarët në tilla raste? Atë i duhet të bëjnë, po e bëjnë u bën 84 ditë, 85 ditë sa u bën. Po shqiptarët vjen atje dhe pas dje, më bëri përshtypje dhe më kënaqi shumë një çift të moshuarish 83 dhe 85 vjeç, që ajo gruaja bëri atë që kam bërë unë disa herë në intervistat tuaja, që i them, mosoni më Rama jepi dorëheqjen. Eksaktësisht këtë bëre ajo zëndje dhe u tha, shkoni dhe dini atje dhe thoni, Rama jep dorëheqjen, qërou. Një grua 83 vjeçe. Mirë po, këtu dëgjoj, na kanë kapur përfytje që gjithë spionazhet e gjithë botës. Ke spionazhin serb, ke spionazhin grek, ke spionazhin çifut, më të tmerrshmin. Spionazhin çifut. Ke spionazhin amerikan, greko-amerikan, domethënë edhe
izraelo-amerikan. Pra i kemi të tërë kundra. Dhe ne rrim flëm. Thuhet që diaspora do t'i dalë zotë Shqipërisë. Ku e ke diasporën? Erdhi bëri xhiro dhe iku. Kjo është diaspora, për këtë e kërkuam në diasporën. Diasporën e kërkuam që të veti ngërë, ashtu si që më hoqen mua nga protesta, këta spionët e Edi Ramës, që më morën me gjithë karike, më nxorën nga protesta. Atë duhet të bëjnë me Edi Ramën, ta zgjerrin me shkelma nga karike, nga zyra, të zgjerrin me shkelma deputetët. More që zënë me humor, po s'ka, kanë vdekur ata burra. S'ka më nga ata Avokat, burra. nuk keni më besim në diasporë? Jo, absolutisht jo, u trajtua dhe diaspora, u ble, ka blerë Edi Rama, me Sorosi. Komandon Sorosi këtu zotëri, dhe spionët e Sorosit, dhe veglat e Sorosit. Kështu që këta po shkojnë me hapa galopante drejt qetësimit, çbërjes së shtetit shqiptar, shkatërimit të shtetit shqiptar dhe vënien e thundrës qifute në Shqipëri. Dhe do ketë shtet qifut në Shqipëri. Avokat, në fakt ju folët pak për protestën. Si e keni parë protestën ditët e fundit, sepse ka pasur edhe incidente në protestë, ka pasur sherrje, ka pasur përplasje mes grupeve? Mes grupeve, po jo për çështjen. Pra aty janë dy grupet kryesore, Saliu dhe Edi Rama. Ata edhe pse janë në unison me njëri tjetrin, prap kur vjen puna të interesat i kanë secili që kanë interesin e tij. S'ka asnjë vlerë ato përplasje, s'kan asnjë vlerë. Nuk i shërbejnë çështjes, nuk i shërbejnë protestës. Protestës zotëri shërbehet po të vejza që Islami aty dhe të thotë këto që them tani para jush. Po mua nuk më lë njeri atje, sepse unë them gjërat me emrin që kanë. Kështu që protesta është zero. Unë jam vije demarkacionit midis advetarëve dhe spionëve. Edhe këtë me kanë lidhje me mburrje dhe me vendosmëri. Unë jam vija e demarkacionit ku ndahen spionët me advetarët. Kjo është situata, ky është realiteti. Avokat, çfarë duhet bërë që protestat ketë sukses? A besoni që në shtator do shtohen njerëzit që do protestojnë ndaj kryeministit Rama? Kemi një shembull në Argjentinë, në Patagoni. Çfarë bën ata? Ajo një zonë e Patagonisë ku deshin të ndërtonin një koloni izraelite. Kemi Nepalin, kemi Egjiptin, kemi Sirin, kemi plot shembuj se çfarë duhet bërë. Po në këto vende që thash unë kishte burra. Edhe kishte edhe një burr në Nepal 14-15 vjeç, sa ishte 16 vjeç. Që ishte fëmijë adoleshent. Në Shqipëri s'ka. Në Shqipëri ka mbetur vetëm unë, kolonel Hajro Lima, janë dhe një 3-4 të tjerë, por që jemi të izoluar sepse shumica janë të shitur dhe të blerë, po e them, të pa moral tek Edi Rama dhe Sali Berisha, sepse ata kanë të tëra në dorë. Dhe po ndjekin politikën e urisë, të varfërisë, se nuk ngrihen shqiptarët të marrin ato që u takojnë. Dhe nga një anë më vjen natë që unë do kështu po miru a bëjnë, se e merito kanë këtë shtypje. Shqiptarëve u përqeka të shkelës.